Zoti Lida. Në editorialin tuaj thatë një fjalë që mua më mbeti në mendje, që është lodhja. Ka një lodhje dhe lodhja ka quar në mpirje, sepse është lodhja shumë i gjatë ndaj politikës, dhe kjo ka bërë që qytetarët duket si të mpirë, por më të mpirë duken politikanët dhe kryesisht e qeveria, që nuk dëgjojnë sirenat e ndërkombëtarëve kryesisht për korrupsionin kapilar brenda shtetit shqiptar, për aferat e shumta që janë shfaqur përmes hetimeve të SPAK, e fundit është Akshi dhe aferat me Unazën e Tiranës dhe tunelin e Llogarast, ku ishte në epicentër zëvendës kryeministrja Balluku, pra ka një mpirje dhe nuk dëgjojnë më. Qeveria ka mbyllur veshët, ka mbyllur dhe sytë tashmë, dhe kam frikë se do të çojë shqiptarët në gremin në rrugën e integrimit evropian, ku sigurisht sirenat nuk po dëgjohen nga partnerët ndërkombëtar që këtu u than një pjesë e tyre. A është Shqipëria më mirë se në 2013 kur e ka marrë Partia Socialiste pas 4 mandatesh? Pra, a i kemi në spitalet me ilaçe, apo qytetarët vazhdojnë të paguajnë sërish nga xhepi i tyre si në 2013? A i kemi cilësinë e shkollave më të mirë se në 2013 sot, ku janë përgjysmuar edhe nxënësit dhe janë shtuar mësuesit? Pra, a kemi në këtë cilësi apo jo? A kemi në siguri ushqimore? Pra, produktet që marrim nga fermerët, nga blegtorët, janë më të sigurt për familjet tona, sepse këtu po shtohet epidemia e kancereve. Çfarë po ndodh me tryezat e qytetarëve shqiptarë? Janë sigurt te kjo gjë. Fermerët ju janë vjedhur fonde tipa, janë bërë oligarkët me vila në palase apo kudo tjetër, me fonde që duhet të shkuar për fermerët. Pra, jemi në mandatin e 4 dhe duhet të ishte bërë një llogari, por këtu ka një mpirje kryesore dhe të përgjithshme edhe të qytetarëve të cilët nuk angazhohen në protestat ndërkombëtare të Partisë Demokratike apo në partive të tjera që ne nuk po i shikojmë dot. Pra, mpirja është nga lodhja që ka pasur gjatë viteve dhe më vjen keq që Partia Demokratike nuk po e nçpin këtë gjë dhe mendoj që vetëm se po jep shiringën qytetarëve përmes Berishës apo përmes doktorëve tjerë në parti, ku mpirja dhe narkoza vazhdon edhe me gjatë. Dhe unë mendoj që 2027 apo 2029 është prapadaderës dhe nëse nuk ka një dalje të narkozës gjatë këtij viti, do jetë shumë e vështirë që opozita të rikthehet në pushtet. E shikoj shumë vështirë sot për sot. Ky është këndi juaj. Deri tani këtë kënd kam. Zoti Koçi, drejtësia nga kush është në presion në këtë moment? Së fundmi, çështja e Irena Gjokës ka marrë, le të themi, pushimin e çështjes nga prokuroria e posaçme. Siç e dim, zonja Gjoka ka në proces dosjet e liderëve të opozitës. Drejtësia ka garanci kushtetuese dhe ligjore për të qenë e pavarur, pavarësisht se retorika politike fatkeqësisht në disa momente edhe nga maggioranca nuk ka qenë në lartësinë e premtimeve kur është bërë reforma në drejtësi. Por sidoqoftë, ju e dini që sulmi më i egër ka qenë gjithmonë nga Sali Berisha kur e ka quajtur SPAK-un organizat kriminale. Patjetër që drejtësia nuk është perfekte, pa diskutim. Unë jam një nga ata që gjithsesi e kam mbështetur edhe në parlament, por dhe tani në aq zë publik sa kam. Dhe fatmirësisht kemi një asistencë ndërkombëtare që vazhdon të jetë intensive për SPAK-un edhe GKK-n. Flas gjithmonë për këtë pjesë të drejtësisë, sepse përsa i përket pastaj institucioneve të tjera të drejtësisë, pra prokurorit e rretheve apo dhe gjykatë e rretheve, ka gjithmonë problematika të cilat kërkojnë më shumë investim edhe nga politika, me përmirësim ligjesh edhe infrastrukture, apo dhe me trajtim me natyrë financiare, e kështu me radhë. Unë mendoj që drejtësia do të bëjt vetëm pavarësisht se çpengesa mund të ngrej politika, është një nga çështjet e rëndësishme dhe të integrimit evropian. Mos harrojmë që
një nga përshpejtuesit e ritmeve të integrimit ka qenë pikërisht ecuria pozitive që ka patur drejtësia, po flas gjithmonë për këtë luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, pra për SPAK-un dhe GKK-n. Dhe kjo ka sjell hapa të shpejt edhe në integrim, sepse është konsideruar si nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë. Pavarësisht se duhet përmendur edhe fakti që dhe në çështje të tjera me natyrë teknike, qeverisë e tjerë është bërë shumë, edhe grupet pranë çdo dikasteri që merren me integrimin kanë bërë një punë për t'u lavdruar, gjë që është konfirmuar edhe nga Komisioni Evropian. Unë uroj që zhvillimet e fundit që lidhen me mos dhënien e lejes nga kuvendi për kërkesën e GKK-s dhe SPAK-ut për imunitetin e zonjës Ballukut mos kenë pasoja politike, por për këtë nuk e di. Domethënë gjithmonë duhet jemi në pritje dhe të mos harrojmë që nuk mjafton vetëm qëndrimi i Komisionit Evropian, por varet shumë edhe nga qëndrimi i vendeve anëtare, sepse siç e dini edhe ju që mjafton një vend të vendosi veton edhe procesi pengohet. E mbaj mend çfarë ka ndodhur kur ishim të çiftëzuar me Maqedoninë e Veriut edhe qëndrimi që mbajti Bullgaria bllokoi në atë kohë edhe Shqipërinë. Kështu që sigurisht që ne duhet presim më të mirën e mundshme, por unë mendoj që nëse nga Bashkimi Evropian do të ketë një qëndrim të qartë lidhur me këtë gjë, atëherë unë besoj se edhe politika e brendshme do të reagojë për të mos lejuar që për hir të një personi apo dy personave, interesat e tyre të bllokohet një proces i cili është me interes jetik, është interes kombëtar, është interes strategjik për Republikën e Shqipërisë dhe thashë interes kombëtar sepse ka të bëjë edhe më gjerë se sa interesat e shtetit dhe po themi të popullsisë që jeton brenda shtetit tonë.